Që prej vitit 1982 gjimnazi me orientim gjuhësor Mahmud Ali Cungu në Elbasan vijon të jetë ndër gjimnazet që përgatitë nxënës të aftë për tregun e punës në të paktën 4 profile. Sipas drejtoreshës së shkollës, interesi i të rinjve për të ndjekur arsimin e profilizuar në gjimnazin e gjuhëve të huaja vijon të jetë i pandryshuar prej shumë vitesh, ndërsa zbulon se cilat janë degët më të preferuara nga nxënësit. Shkolla e mesme gjuhëve të huaja tashmë e njohur me emrin Gjimnazi me orientim gjuhësor, është një nga shkollat më të vjetra në qytetin tonë. I ka hapur dyert për herë të parë që në vitin 1982, duke filluar me 2 nga gjuhët e huaja, anglisht dhe frëngjisht. Në 1992 hap degën e gjuhës gjermane dhe pak vite më vonë në 2004 hap degën e gjuhës italiane. Kështu që praktikisht shkolla jonë ofron mundësinë e mësimit të 4 gjuhëve të huaja. Arsimi profilizuar ju jep mundësinë gjimnazistëve që të jenë të aftë edhe për tregun e punës, pa përfunduar shkollën. Në fakt, edhe unë si drejtoreshe e shoh këtë shkollë si një hapësirë kulturore dhe jo vetëm si një institucion arsimor, ku nxënësit mund të marrin një formim të gjerë në drejtim të gjuhëve të huaja të cilat studiojnë këtu dhe duke qenë të aftë. Pse jo? Të punojnë dhe të japin kontributin e tyre edhe në zhvillimin e turizmit në nivel lokal, ata janë të aftë tashmë të punojnë si guida turistike për gjatë sezonit veror, duke ndihmuar kështu veten, familjen, por edhe qytetin, duke dhënë kontributin e tyre. Nëse para 10 vitesh profili i gjuhës angleze ishte më i ndjekur nga të rinjt, aktualisht të fronin duket se e mban gjuha gjermane. Zenelin thotë se nuk përjashtohet mundësia që shkolla të shtojë profile të tjera në përputhje me kërkesat e tregut. Në fakt, ka pasur në të gjithë këto vitet e ekzistencës së shkollës gjuhëve të huaja, për një periudhë të gjatë vitesh u vërej që kishte një tendencë në prirje të nxënësve të gjermanishtes, ata që studionin gjuhën gjermane. Patjetër që vendin e parë ka mbajtur gjithmonë gjuha angleze, por nuk mbeten mbrapa as gjuha frënge dhe ajo italiane. Ne jemi në një fazë rikonstruksioni jo thjesht nga ana e godinës, pra infrastrukturore e shkollës, por jemi në një fazë bizedimesh me të gjitha palët që janë të interesuara për zhvillimin e arsimit dhe sidomos të gjimnazit gjuhësor dhe patjetër që nëse kushtet do të krijohen, ne do të bëjmë të pamundurën për t'i dhënë mundësi edhe studimit të gjuhëve të tjera të huaja. Varet edhe nga interesi që do të ketë, por shkolla jonë nëse do të ketë interes, do të ofrojë dhe do të jetë e hapur për të mbështetur kërkesat e nxënësve dhe të prindërve të tyre. Shpesh të rinjt i mundon pyetja se nëse ndjekin një gjimnaz të profilizuar nuk kanë mundësi të zgjedhin për të studiuar në universitet një deg tjetër, por kjo nuk është e saktë. Nxënësit e shkollës tonë janë dhe kanë në fakt të drejtën të studiojnë në deg të ndryshme të fakulteteve që ofrohen në Shqipëri apo përtej saj. Dhe historiku i shkollës tonë ka treguar që kemi dërguar në universitete nxënës me rezultate shumë të larta, qoftë në deg me drejtim shkencor, qoftë në deg me drejtim social-kulturor, sikurse dhe është shkolla jonë, por nuk ka asnjë kufizim për nxënësit e shkollës tonë për të studiuar në deg të ndryshme në fakultete. Kontributi që ata do të bëjnë për veten e tyre dhe përgatitja për në universitet është e njëjtë me çdo nxënës që studion në një gjimnaz të përgjithshëm. Nxënësit e kanë të drejtën të konkurrojnë dhe të studiojnë në çfarëdo lloj dege që ofrohet nga fakultetet. Patjetër që ne jemi të ndërgjegjshëm për të gjitha ndryshimet me të cilat përballemi, por interesi vazhdon. Dhe unë do doja të falenderoja çdo nxënës që vazhdon të ketë dhe të shfaqë interesin e tij për të studiuar në shkollën e gjuhëve të huaja dhe patjetër që ftojmë të gjithë nxënësit për vitin shkollor 2026-2027 pranë shkollës tonë në studimin e gjuhëve të huaja, sepse doja të ritheksoja atë një gjë. Nxënësit nga shkolla jonë nuk dalin vetëm me një gjuhë të huaj. Në programin mësimor që shkolla ka, ofron 3 gjuhë të huaja në total për të studiuar, për të cilave 2 janë ato të parat. Kështu që është një formim shumë i plot gjuhësor. Por sigurisht që interesi vazhdon dhe jemi shpresë plot që ky interes do të rritet në të ardhmen. Gjimnazi Mahmud Ali Cungu është i pajisur me laborator me teknologjinë e fundit që ju mundëson nxënësve të kuptojnë më mirë shpjegimin e mësuesit.